Diku një volum, diku 30 dimenzionin 30 metër kub, kështu që është një mallësi, ndoshta sa një ekran i një kompjuterit, po nuk është më i madh. Kështu që çdo stasi tjetër është e pamundur me u dërgu në deponi, sepse nuk na lejon deponia me bardh. Dhe kjo është problemi që kemi aktualisht dhe nuk po kemi ne mundësi, sepse nuk I takon ndërmarrjes pastrimi me siguru lokacion, nuk e ka përgjegjësi ndërmarrja pastrimi me I përcaktu politikat e trajtimet stilloj mbeturinall, kështu që ne vetëm e bëjmë transportimin edhe bartjen në lokacionet ku na përcaktohen, edhe ku na lejohen me u deponu. Po, pra, zotëri Leqica, ta kuptojmë drejt, por apo thoni që përgjegjësia aktualisht ka mbetur tek komuna për mos caktimin e një deponie për... Jo, realisht komuna e ka përcaktu një lokacion, mirë po Ministria e Ambientit me një vendim e ka pezullu shfrytëzimin e atij lokacioni për momentin. Na jemi të prit me po zgjidhjen të shumë, deri ku po mrim ndoshta gjatë kësaj jave ose javës tashme me bë një zgjidhje, edhe sigurisht ne kemi me I largu ato brenda një jave, po besoj Prishtinën e kthejmë pikën zero. Po. Falenderoj shumë, zotëri Leqica, për këtë lidhje direkte dhe për gjitha këto informacione. Shumë falenderoj edhe për anës juve, gjithashtu. Faleminderit juve, gjithashtu. Dhe fatmirësisht, pra, patëm edhe një sqarim më në fund nga kompania pastrimi lidhur